Mirë, kemi patur disa zhvillime, do të merremi me to, do ta nisim me samitin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Azisë Qendrore. Pyetja ime është kjo: ç'punë kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të organizojnë një samit me vende të cilat janë tradicionalisht pjesë e hapësirës politike dhe kulturore, po themi, dhe të ndikimit gjeopolitik të Rusisë? Çfarë mund të na thuash më shumë? Atëherë, gjatë kësaj jave në Washington është zhvilluar samiti midis 5 vendeve të Azisë Qendrore, Kazakstanit, Uzbekistanit, Kirgjistanit, Turkmenistanit dhe Taxhikistanit, ndaj qeverisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është një format i aplikuar dhe më parë prej qeverisë të presidentit Trump dhe mund të shikohet ose të analizohet një aspekt më të gjerë si një efort e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të minuar, le të themi, atë që ju e quajt sferë politike të Rusisë në Kaukaz dhe Azinë Qendrore, si dhe në vende aleate si Bielorusia. Le të kujtojmë që me ardhjen e kabinetit të ri presidencial të presidentit Trump, situata ka ndryshuar jashtëzakonisht. Marrëdhëniet me Bielorusinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rilidhur pothuajse në nivelin para 2021-shit, pra para vendosjes së sanksioneve, fillimit të konfliktit dhe protestave antiqeveritare në Bielorusi. Amerika ka hequr dhe sanksionet kundër kompanisë kombëtare ajrore Belavia, siç ne kemi diskutuar më parë. Më pas ka qenë konkludimi i paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe arritja e një dakordësimi mbi rajonin Nagorno-Karabakh, për të cilin ndosë Rusia më parë pati një ndërhyrje ushtarake dhe dislokim trupash, nuk u arrit të gjejë një status quo, më shumë sa një ngrirje e konfliktit. Presidenti Trump ia doli kësaj radhe dhe të arrinte paqen midis dy vendeve që kanë pothuajse 34-33 vjet në luftë me njëri tjetrin për Nagorno-Karabakh dhe konfliktet midis tyre. Ndërsa këtë fundjavë treni i parë midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ka hyrë në funksion për herë të parë pas 34 vitesh. Dhe pas disa muaj pas nënshkrimit të paqes me presidentin Trump, duke treguar kështu një nxjerrje jashtëligjore të Rusisë si një faktor, le të themi, politiko, ushtarak dhe ekonomik në Kaukaz, si dhe në pak a shumë një krimin e një balance në Bielorusi. Më tepër ka vijuar në Azinë Qendrore, ku ne dimë që ato quhen edhe si kopshti i Rusisë për shkak të historisë, influencës së madhe, faktit që Rusia dominon nëpërmjet gjuhës, kulturës dhe të tjerë. Por siç kemi përmendur me fillimin e konfliktit armatosur Ruso-Ukrainas në shkurt të vitit 2022, kanë filluar edhe kontradikta midis aleatëve të ngushtë të Rusisë, të cilët tashmë po mundohen të krijojnë një balans të marrëdhënieve të tyre, por njëkohësisht edhe të dalin nga orbita e Kremlinit, duke parë edhe se si gjërat kanë evoluar në rastin e Ukrainës. Askush nuk do sigurisht një Ukrainë të dytë në Azinë Qendrore, nuk ka për të pasur një Ukrainë të dytë në Azinë Qendrore, kjo është e sigurt, pasi dhe tereni dhe gjeografia dhe predispozitat e popullsisë dhe qeverive vendase nuk janë ato të Ukrainës, dhe Rusia teknikisht nuk ka çfarë të marrë ose çfarë të kërkojë në këto vende. Gjithsesi siguritë dhe garancitë janë të kërkuara. Kjo është e qartë. Dhe ku mund të gjenden ato siguri dhe garancia në fuqitë e mëdha. Dhe sidomos minimi ekonomik që është bërë Rusisë, devaluimi i rublës ruse, inflacioni, shkputja nga sistemi Mastercard dhe Visa, të gjitha këto kanë krijuar terren të përshtatshëm për Shtetet e Bashkuara dhe Kinën, Republikën Popullore të Kinës, për të ndërhyrë në këtë rajon. Pasi ne, siç e kemi theksuar më parë, nuk është vetëm SBA-ja, po edhe Kina që po kërkon dhe ka filluar të pak nga pak të hyjë në tregjet e Azisë Qendrore, dhe njëkohësisht edhe në politikat e Azisë Qendrore. Ku siç e kemi përmendur, potenciali amerikan dhe ai kinez e super tejkalojnë atë të Rusisë dhe sigurisht dhe atë të Bashkimit Evropian, pasi dhe Bashkimi Evropian është një faktor ose lojtar kryesor në këto shtete. Por sigurisht Kina është një vend fshinj
potenciali kinez është i pamohshëm dhe vetë gjatë samitit të Dushanbes në mënyrë ironike që do të bashkonte ose përkthinte më afër Rusi në vendet Azisë Qendrore, presidenti i Tajikistanit, Rahmonov, ka theksuar disa herë entuziazmin ose lumturinë e tij për ndërtimet e jashtëzakonshme që Kina kishte bërë në Dushanbe të Tajikistanit, në godina qeveritare, kompani e të tjerë, dhe duke theksuar që partneriteti me Kinë ishte shumë fort i rëndësishëm, pavarësisht se ai ishte një summit i cili supozohet do të tregonte partneriteti me Rusinë, jo atë me Kinën. Gjë që tregon edhe fakti se si këto vende po deiluzionohen, njëkohësisht edhe po kërkojnë atë që ose atë që Rusia e propagandon shumë herë, sovranitetin e tyre politiko-ekonomik dhe nacional. Që kemi përmendur gjatë samitit të shkuar të vitit të kaluar në 2024 midis vendeve të Azisë Qendrore dhe Federatës Ruse, është theksuar sërish për Tajikistanin që këto vende kërkojnë respekt, kërkojnë reciprocitet dhe kërkojnë vlerësim për atë çfarë ato japin në partneritetin e tyre. Kryesisht është fuqi punëtore, siç e dimë. Tagjikistani ka 1.5 milionë emigrantë, Kirgistani diku tek 600 deri në 1 milion. 600.000 deri në 1 milion. Uzbekistani gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm, 400-500.000 emigrantë që punojnë në Rusi, është fjala. Qartë. Dhe ata kërkojnë mbrojtje, kërkojnë respektimin të drejtave të tyre, kërkojnë që të shtetet e tyre të respektohen. Përfaqësia e tyre kombëtare, etnike, religjionit të tjerë gjitha të respektohen. Dhe siç ne kemi përmendur dhe më parë, rritja ndjenjave ksenofobe, anti-emigrante, politika super ortodokse në kuadër të religionit, kërkimi i niveli shumë të lartë gjuhësor të gjuhës ruse ose dhe më pas ajo që ne mund ta quajmë si tip racizmi urban për qytete kundër punëtorëve të shtresave të treta që janë të huaj, sigurisht ka sjell edhe një desatisfaksion profesional, ekonomik, po dhe politik më pas, i cili duket se shumë shpejt është duke u mbushur prej potencialit të SHBA-s, Bashkimit Evropian dhe Kinës. SHBA-ja në të samit ka sjell shumë investime në shkrimin e marrëveshjeve që kanë vlera me miliarda dollar amerikan. Kina ka sjell projekte të saj infrastrukturore, një rrugë, një brez projekt i famshëm, i cili po përfundon konstruktin e tij në Azinë Qendrore. Ndërsa Bashkimi Evropian në vende si Hungaria, Slovakia, Hungaria ka sjell vende të reja pune, ka sjell hapje të tregjeve evropiane, ka sjell alternativa punësimit dhe edukimit kundrejt asaj ruse. Gjë që tregon edhe ose shënon minimin e influencës le të themi ruse në rajon. Po aktualisht tre faktorët më të fuqishëm kryesor dhe që luajnë sot në Azinë Qendrore është SHBA-ja, kundër Rusisë flasim. Është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Republika Popullore e Kinës dhe Hungaria. Duke ofruar potencialin e tyre me investime në turizëm, në edukim, edhe në projekte infrastrukturore, po dhe kulturale, për promovimin e kulturave kombëtare, jo rusish folse, do të theksuar. Mirë, ti the Hungaria. Kalojmë te çështja tjetër që është pikërisht Hungaria. Vizita e kryeministrit hungarisë Viktor Orban në Washington, në Shtëpinë e Bardhë, cilat ishin, po themi, mesazhet kryesore të kësaj vizite dhe pse hungareze ose Hungarisë si shtet prej sanksioneve që impaktojnë gjigantët rusë të energjisë, Gazprom, Rosatom, Lukoil, Rosneft të tjerë. Siç e dimë, 90% e shtëpive hungareze sot ngrohen ose përdorin gazi rus, rreth 80% e fabrikave, uzinave dhe gjithë manufakturës hungareze përdor sot vajin, naftën dhe burimet energjetike ruse, ndërsa energjia atomike është duke u zhvilluar jashtëzakonisht gjithashtu në Hungari. Së fundmi është kompleksi atomik Paks-2, i cili po ndërtohet nga giganti energjetik rus Rosatom dhe supozohet të mbarojë nga vitet 2026-2028 të hyjë në funksion gjithashtu. Do ta kthente Hungarinë në një vend tërësisht të pavarur në një farë mase ndaj burimeve të jashtme. Pika e dytë e arritur në Washington
ka qenë arritja e një dakordësimi për shtrihen e proteksionit amerikan në Hungari. Aktualisht në mbrojtje të çdo rreziku të mundshëm që mund t'i kanoset t'i zhvillohet ekonomisë hungareze. Një pikë e rëndësishme është që ky rrezik mund të jetë nga Brukseli. Pra në rast se qeveria e Brukselit ka ndërmend të ngrijë të sekuestrojë financa në rastin e Rusisë kundrejt Hungarisë, SBA ka të drejtë të ndërhyjë jo vetëm me anë të dialogut dhe diskutimit me palën e Brukselit, por njëkohësisht dhe me asistim ekonomik. Pra nëse lekët nuk do të merren nga Brukseli, do të jetë SBA që të financojë ato lekë në Hungari. Gjë që e kthehen, siç e tham, aktualisht Hungarinë në një protektorat amerikan, duke marrë parasysh që Hungaria sot paguan 1 milion euro ditë për ditë, gjop, për shkak se ata nuk pranojnë imigrantët e jashtëligjshëm ose të marrin kuota migrantësh. Ata kanë bërë të qartë që çdo person që do të vijë në Hungari do kalojë sipas procedurave zyrtare shumë strikte që ata kanë. Në Hungaria promovon vlera tradicionale familjare, familje nën baba fëmijë në kushtetutë në bazë të zhvillimeve biologjike. Ata kanë ndaluar propagandën e LGBT-qs, së fundit të miratuar në Shqipëri, por që ata kanë ndaluar. Kanë ndaluar paradën në shfaqjen e simboleve si flamuri, pornografia ose temave ose stikerve të propagandës transgjendere të tjerë në institucione shtetërore, shkolla, edukim, arsim ose vende publike. Njëkohësisht, ata i quajnë vetë një qeveri e krishterë, duke qenë që ata duke promovuar vlerat e krishtera tradicionale historike hungareze, kulturën nacionale, folklorin, gjuhën, historinë e tyre, pra për cilën ata janë shumë krenarë. Gjë që shkon në një vijë dhe me politikën e presidentit Trump, me kufinë të fortë, politikën e ashpër kundër imigracionit, deportimin e imigrantëve të jashtëligjshëm, njohjen e familjes tradicionale, promovimin e vlerave të krishtera amerikane. Pra, është një politikë e cila shkon në një vijë me atë të qeverisë aktuale në Washington dhe që ka theksuar ose ka emfazuar, le të themi, bashkëpunimin e fortë midis Budapestit dhe Washingtonit aktualisht. Njëkohësisht, një nga pikat kryesore ka qenë edhe fakti mbi samitin e Budapestit midis Federatës Ruse dhe Shtetet e Bashkuara. Siç e kemi përmendur më parë, pavarësisht shumë propagande që është bërë dhe në mediat shqiptare, samiti nuk ka dështuar, është emfazuar shumë fort gjatë intervistës për mediat amerikano-hungareze. Samiti nuk ka dështuar, diskutimet vijojnë, sigurisht këmbështrime janë të ndryshme, Rusia ka kërkuar diçka më shumë, diçka më pak, SBA ka ofruar diçka më shumë, diçka më pak, diskutimi vijon dhe nuk është e pamundur që mund të jetë një takim deri në fund të këtij viti, pra kemi edhe 2 muaj akoma për ta parë këtë zhvillim, ndonse kryeministri Orban e ka bërë të qartë që nëse nuk ka për të bërë në fillim të këtij deri në fund të këtij viti, ta quaj, do të jetë në fillim të vitit të ardhshëm, 2026. Pas një takimi i tillë do të dojmë muaj përgatitje, jo thjesht një ardhje thjesht në Budapest, një vizitë në disa sajte historike, një shtrëngim duarsh, foto dhe në fund nuk u arrit asgjë. Ky nuk është samit, është thjesht kortezi e cila nuk ka një pikë, janë si shpresa të kota, kur i thonë. Të gënjet publiku me shpresa të kota. Domethënë ideja që zakonisht mediat ngatrojnë është takimi për kortezi me një samit mirëfillt ku mund të arrihet edhe një marrëveshje afatgjatë paqeje, kjo është ideja. Atëherë, le të emfazohesh që një samit i mirëfillt nuk do të bëhet vetëm me 2 lider që do vinë do bëjnë foto. Qartë. Do shtrëngojë duar, do thonë u dakordson, do bëjë një intervistë për mediat pas 2 orës, siç u papa ka shumë në Alaskë një farë mënyrë. Ky samit ka përzgjatur për shumë orë, do të jenë stafet presidenciale, do të jetë stafet nga NATO, nga Bashkimi Evropian, hungarez, do jetë fala Ukrainase, ndoshta ka për të pasur një zhvillim shumë të madh bisedimesh. Sepse mund të jetë samiti që i jep fund luftës në thelb. Fund luftës dhe do të rikuperojë lidhjet e vjetra. Ne të kujtojmë që në SBA akoma ka vijon diskutimi me palën ruse për ndërtimin e tunelit në New York midis Alaskës dhe Chukotka. SBA-ja me ka rikuperuar lidhjet kulturore me Rusinë në bazë të vlerave tradicionale familjare, në filma, programe kulturore të tjerë. Dhe sigurisht që SBA-ja ka bërë të qartë presidenti Trump sigurisht që në marrje të zyrës që ai ka ndërmend ta shkëputësi disi Rusinë nga Kina.
pasi kjo është një aliancë shumë e rrezikshme për SBA-n sidomos. Edhe këtë një farë mënyrë të arri një lloj ingralimi diplomatik të SBA-s edhe në BRICS. Qartë. Pasi BRICS është duke kaluar ditë për ditë duke hedhur themelet e konstruktimit të një organizate ndërkombëtare, e cila është, ne ta quajmë, rreziku kryesor kundër SBA-ve sot. Nuk është Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka marrë fund si një kompetent botror. Pas sanksioneve, krizës e imigrantëve, krizës e gazit aktualisht, janë tërësisht irrelevantë. Në 5 vende më të fuqishme të botës, sot ekonomikisht të tjerë, Bashkimi Evropian nuk është. As vendi Bashkimit Evropian nuk është. Hegemonia ka rënë. Është SBA-ja, Kina, India, Brazili, Federata Ruse e të tjerë. Më rrezik nuk vinë prej Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka hyrë në atë që zoti Orban e ka quajtur gjatë takimit në një rënje të tapjet që nuk dihet si ka për të vijuar. Qartë. Nëse proteksioni amerikan, duke se krijon jo vetëm një hapësirë të amerikanëve në Evropën qendrore lindore, le ta quajmë, por gjithashtu krijon atë që mund të aludojmë se është përgatitja e Amerikës për asnjë më të keq. Pra, nëse ndodh që ky fragmentarizim brenda Bashkimit Evropian, këto përplasje, kriza e migrantëve dhe ndarjet midis konceptualitetit konservator të Evropës lindore dhe atij liberal o progresist të Evropës perëndimore do të vijojmë tej, ne kemi thënë që nuk është e pamundur që të ketë një Huxit ose një dalje të Hungarisë ose një dalje të Bullgarisë, vende që janë shumë kënaqura me politikat aktuale, të lumtura me gjendjen aktuale ekonomike të Bashkimit Evropian, dhe pavarësisht vizave të lira të tjera, këto janë gjëra që mund të rregullohen. Dhe ky proteksion amerikan duket se do ta lëtë hapur të dritare, që mund të humbet Brukseli, por do të fitohet Washingtoni. Një partner shumë më i madh dhe më i fuqishëm ekonomik se sa Brukseli ose Gjermania, Franca të marra së bashku. Qartë. Është linjë dritare e lirë. Gjithsesi kjo tregon edhe për ta përmbyllur që Hungaria aktualisht ka hyrë në fazën e jo vetëm një diversifikimi total të politikave të saj ekonomike, sidomos pas sensen e sfundit të SBA-s, por njëkohësisht ka filluar dhe shkëputje nga sistemi ekonomik i Brukselit, duke përgatitur alternativën e një plani B, një plani të dytë, nëse situata do të vijojë deri në një konfrontim aktual, sanksionues, politik, ose pezullim, siç është thënë dhe heqja drejtës së votës e të vetos kundrejt Hungarisë. Pra se këto do të vijojnë, dhe Hungaria ka bërë qasje nëse ne të drejta na hiqen ose do na kushtëzohen, atëherë dalja do të jetë vetëm një opsion dhe një përgjigje jona. Në një pikë ku Amerika do të ofrojë suportin e saj, pse jo krijimin e një avamposti amerikan në Evropë. Qartë. Gjë për të cilën amerikanët kanë shumë nevojë edhe gjithmonë e kanë kërkuar. Ti the pak më parë që Amerika po përpiqet që ta shkëpusë Rusinë nga Kina. Nga ana tjetër kemi një zhvillim tjetër që lidhet me përpjekjet për të krijuar një boshë të ri midis Rusisë, Kinës dhe Koresë së Veriut. Është bërë tashmë shumë e zakonshme që ne në bisedat tona ta përmendim, pothuajse në të gjitha bisedat tona ta përmendim Korenë e Veriut. Duket sikur e thash edhe herën e kaluar. Janë bërë shumë popullor këto. Duket sikur jo vetëm janë bërë shumë popullor, por sikur janë këtu në Evropë, janë diku fqinj tana, po them, si shtet. Për shkak të prezencës së evropian pak a shumë, në një farë mënyrë e Veriut duket si po themi Malizi, Greqia ose Italia. Pikërisht. Ndërkohë që Koreja e Jugut, që është demokraci dhe na afron shumë me vlerat perëndimore, nuk është gjikundi, po them në raportet gjeopolitike me Evropën. Ata janë të izoluar totalisht. Pikërisht. Kjo është një përmbysje gjeopolitike dhe ja vlen të diskutohet. Po cili është ky boshti midis Rusisë, Kinës dhe Koresë së Veriut dhe zhvillimet e fundit? Atëherë, në kuadër të zhvillimeve në Azinë Qendrore, në samitin amerikano dhe vendeve të Azisë Qendrore, si më quajmë, në vizitës së kryeministit Orban në Washington, Rusia ka lançuar dy iniciativa shumë të forta diplomatike kundrejt Republikës Popullore të Kinës dhe Republikës Popullore Demokratike të Koresë ose Koresë së Veriut, siç ne e njohim ndryshe. Në Korenë e Veriut ka qenë delegacion i madh ushtarako-politik, i kryesuar nga zëvendës ministri i mbrojtjes Federatës Ruse Viktor Gormiekin, i cili ka diskutuar
mundësinë e thellimit dhe forcimit të marrëdhënieve ushtarako, politike, kulturale dhe ekonomike midis Federatës Ruse dhe Koresë së Veriut, mundësinë për një shtim të dislokimit të trupave me 10-11.000 trupa plus që mund të vinë ekstra. Le të kujtojmë që nga viti 2022 deri së fundmi, Rusia i ka paguar Koresë së Veriut mbi $20 miliard amerikan për blerjen e armatimeve, gati 9 milion raketa, 100 raketa balistike dhe disa dhjetra sisteme antiraketore, kryesisht kundër sistemeve tok-ajër, diquar. Për ka shumë, ekonomia e Koresë së Veriut aktualisht është duke marrë një boom shumë të madh, me një rritje prej 3.1% 2024-2025. Mund të thuhet se kjo rritje ka ardhur kryesisht për ose nga sponsorizimi rus, ku ekonomia e Koresë së Veriut sot ka kaluar nga 26-27 miliard që ka qenë në 2021 në mbi $40 miliard. Njëkohësisht, ky partneritet në Korenë e Veriut është edhe një lloj balance e Rusisë. Kremlini e ka vënë re që dominim i madh i Kinës është i rrezikshëm. Kina dominon ekonomikisht Rusinë sot. Është një gjë që nuk edhe rusët e kanë pranuar aktualisht, është mirë keq, mund të diskutohet, por që është e dominuar. Po, shiko, ekonomia e Rusisë sa Italia është, ose as sa Italia nuk është natyrshëm që kjo aktualisht është rritur nga lufta, industria e rëndë, eksportet të armëve e të tjerë. Po gjithsesi. Ka qenë 2.1, tani është $2.5 miliard. Nuk është diçka e madhe, nuk është diçka jashtëzakonshme. Kështu që natyrshëm Kina e dominon, nuk është ndonjë. Kina sot përbën, siç e kemi thënë, 54-56% të gjithë tregtisë ruse, në Moskva 60%, pasi shifra zyrtare asnjëherë nuk dihen të qarta, po mbi 55% është një gjë e padiskutueshme. Në industrinë automobile, materialet e ndërtimit dhe të tjerë, duke qenë që gjithçka është në funksion të luftës, sigurisht që Kina do t'i dominojë tregjet ruse. Por në anën e armatimeve, Korea e Veriut sot suplimuesi i parë i Rusisë. Rusia sigurisht që prodhon edhe vetë, sigurisht që edhe blen ndonjëherë nga Irani, nga Kina të tjerë, por sot suplimuesi kryesor i Federatës Ruse është Korea e Veriut. Ky vend i vogël në Azinë e Largët, që kryesisht për shumë njerëz nuk ka mbush syrin ose i bën shumë skeptik mbi të, sot e dominon industrinë e armatimeve ruse. Edhe fronti rus të Ukrainës, ata janë suplimuesi kryesor që mund të bëjë ndoshta edhe 67% të armatimeve që përdoren në Ukrainë. Njëkohësisht është vendosur gjatë kësaj vizite dhe në shkrimi që është bërë disa më parë, që 2025-2027 do të jenë vitet e kulturës ruse në Korenë e Veriut dhe kulturës koreano-veriore në Federatën Ruse. Në njëkohësisht, gjatë kësaj jave, në panairin ndërkombëtar të tregtisë në Pyongyang, ka marrë pjesë një numër i konsiderueshëm biznesesh ruse, që shënon edhe hyrjen zyrtare të Rusisë në tregun ose në industrinë koreano-veriore, krahas atyre kineze, mongole, por dhe zviceriane. Pasi Zvicra është një nga vendet kyçe partnere të Koresë së Veriut. Duke qenë që dhe Kim Jong-un ka bërë shkollën në Zvicër, gjimnazin e të tjerë. Është një lloj zvicerofili, mund ta quajmë. Njëkohësisht, me iniciativën në Korenë e Veriut, një iniciativë më e madhe politike është bërë me Kina. Siç e dim, pas vënies së sanksioneve kundrejt gjigantëve të prodhimit të naftës dhe energjisë ruse, Lukoil, Rosneft, Gazprom e të tjerë, Kina ka ulur në nivele minimale nivelin e blerjeve nga Rusia, gazit e naftës. Sigurisht në shifra zyrtare ata thonë që kanë ulur në nivele minimale, se çfarë mund të bëhet nëpërmjet kufijve të tjerë, askush nuk e di. Po që dihet që tregtia ilegale kundër sanksioneve ashtu si në Korenë e Veriut, nëse është diçka jashtëzakonshme. Ndryshe nga indianët kanë filluar sërish importin e naftës dhe gazit e vajit rus. Kinezët e kanë ulur në nivele shumë të ulta. Disa kompani kanë ndaluar totalisht fare. Disa kompani të mëdha shtetërore. Në Pekin ka mbërritur kryeministri rus
Mikhail Mishutin, i cili ka takuar kryetarin e udhëheqësin kinez Xi Jinping, ka takuar zyrtarët e lartë kinez dhe ka fiksuar, është dakordsuar në deklarata të përbashkëta që miqësia ruso-kineze është e paraqituar ndërshepu, nuk do të shkëputet kurrë pavarësisht presioneve që shka do të jetë e përjetshme. Pak a shumë slogane që ne kemi dëgjuar gjatë kohës komunizmit dhe që janë kryesisht më shumë propagandistike për televizionin se sa reale, pasi situata po ndryshon jashtëzakonisht. Njëkohësisht në Rusi janë rritur zërat kundër këtij për ta përmbledhur avashavash, brenda Federatës Ruse, pasi sot Kina është duke okupuar Rusin, kësaj radhe territorialisht. Para 2 vitesh Rusia i ka kaluar Kinës në pronësi disa ishuj në pjesën e kufirit të lumeve, po ata e kufirin në linjë largë siberiane. Rusia ka hequr territoriet e saj ka dhënë Kinës, e bërë jo legale ose publike, pasi kushtetuta ruse ndalon dhënien e kufijve të tjerë. Gjithsesi politika sigurisht nuk njeh kushtet ligje të tjerë. Njëkohësisht është shtuar edhe prezenca kineze në linjën e largme. Sot, për shembull, në liçenin Baikal, janë duke ndërtuar me 10 resorte, hotele, biznese, bare, restorante kineze, vetëm posaçërisht për turistët kinez, jo për rusët. Tavelat kineze ose në gjuhë kineze janë shtuar jashtëzakonisht në satin ndërtimi, shumë ndërmarrje shkolla për fëmijët e tashuret punëtorë ose atyre specialistëve që do të jetojnë janë shtuar jashtëzakonisht. Dhe po shumë rus kjo është quajtur një lloj kinezëzimi ose një kthim i prezencës kineze, jo nëpërmjet arme, por nëpërmjet tregtisë, nëpërmjet zhvillimit ekonomik dhe nëpërmjet investimeve. Pasi di që këto territore kanë qenë territore kineze të marra në kombëtin e Pekinit në vitin 1860, ku Rusia nuk ishte u treguar shumë e sinqertë në palën kineze. Për ta përmbyllur avash? Për të ardhur në përmbyllje mund të thuhet se kjo efort synon të fraktoj aleancën në midis Moskës, Pekinit dhe Penjanit. Një aleancë e cila synon sot të minoj atë të Azisë që është Washington, Seul dhe Tokyo, ose atë të Evropës që është Washington, Bruxelles, që quhet. Por duke se gjërat po shkojnë në drejtim të kundërt asaj që është menduar në fillim, ne kemi diskutuar më parë dhe kemi theksuar që Kina nuk ka miq, nuk ka aleat, Kina ka vetëm partner momental. Korea e Veriut gjithashtu nuk ka miq dhe aleat, ata kanë thjesht partner momental, strategjik, gjeopolitik. Dhe Rusia duke se ka fatin e keq të ndodhet midis kësaj situate. Ku në një krah është fronti ruso-ukrainas, i cili është duke le themi përshëndruar gjithë fuqinë ekonomike, industrinë të tjerë, edhe ato i politike sigurisht, mediatike, kulturale të tjerë drejt saj, dhe një minim që vjen nga shërbaja i fuqisë ruse, e cila ka si shkaktar do ta theksojmë edhe një herë vetë Rusinë në politikat e saj agresive, rrjetin e ksenofobisë dhe agresivitetin e saj të jashtëm në mbrojtje të vijave të tyre gjeopolitike, gjeostrategjike që ata kanë në Azinë Qendrore dhe Kaukaz dhe Bielorusi, sidomos që kemi theksuar Bielorusia nuk është ashtu si shumë duan ta prezantojnë thjesht një shtet kuku i Rusisë, ata janë një shtet i konsoliduar i cili ka arritur të mbajë balancën për shumë vite midis Kinës dhe Perëndimit. Dhe së fundi është duke kthyer sërish ndaj Perëndimit me anë të asistencës kryeministrit Viktor Orban nga Pier Robert Fico dhe presidenti Donald Trump, sigurisht që kemi përmendur, dhe Vatikanit. Në së fundi vjen aleanca që ne sapo diskutuam midis Koreas së Veriut dhe Kinës, ku siç e dim Kina ka qenë afër me Rusinë për marrjen e energjisë të lirë, pra duke zbulluar tregu evropian. Korea e Veriut pas nuk ka nevojë për shumë fjalë, pasi ne dim që Korea e Veriut i shiti raketat, armët dhe personelin e saj për dele, për vaj, për oriz, për valutë huaje të tjera, pra është një gjë që atyre u nevojitet. Po duhet përmendur që këto të dy vende janë në luftë me kohën. Korea e Veriut është në luftë me kohën për të marrë sa më shumë prej Rusisë për problemin e tyre të avanceuar për të modernizuar armët, ushtrinë
dhe vendin, pasi Rusia sot është ajo vend që po sponsorizon ndërtimin e jashtëzakonshme arkitekturore të tjera të Koreas së Veriut dhe modernizimin e ushtrisë së saj, ndërsa Kina është luftë me kohën për të arritur atë që ne mund ta quajmë një dominim aq të madh ose për të futur rënjë aq në Rusi sa Rusia mos i do të aftë të dali prej Kinës. Pra nëse gjërat do të shkojnë shumë larg, që industritë ose ekonomitë të do të jenë shumë fort të ndërlidhura me njëra tjetrën, në mënyrë të pazgjidhshme, atëherë mund të thuhet se do të shikohet atë që Rusia ka bërë mazin qendrore, pra kthimin e Rusisë në një koloni të Kinës në të ardhmen. Qartë. Gjithsesi, kjo ngrihet për tu parë, është akoma një fantazi si në librat e Vladimir Sorokinit, por që nuk duket e largët me konditat e aktuale gjeopolitike dhe faktin që sa më shumë që ky samit i Budapestit vijon të dështojë, sa më shumë që paqja në Evropë dështojnë që të establishmohet, aq më shumë ose aq më poshtë shkon sovraniteti i Rusisë në kundrejt Kinës, Koreas së Veriut edhe vende të tjera që sot ajo është e varur si India, Irani e të tjerë për të mbijetuar ekonomikisht, por edhe politikisht. Qartë. Ngrihet për të parë pastaj sa do të vijojë akoma, por që situata mund të thuhet se nuk është mirë pavarësisht asaj që ne shikojmë në televizor, pavarësisht ata thonë dhe pavarësisht që ata mundohen të i shfaqin publikut botror, situata nuk duket as pak mirë.